rrethon perimetrin e sigurisë së parlamentit e nga ana tjetër janë forcat e policisë të cilët po mundohet ta mbajnë, me sa duket ja kanë dalë po. Pra kemi qytetarë të shumë të cilët po tentojnë të thyen kordonin e sigurisë, ndërkohë arritën që ta heqin Po, kujdes Matilda, se jemi duke i parë me pamje të drejtë për drejta në këto momente që e kanë hequr edhe gardin e metalik të vendosur në perimetrin e sigurisë. Ka filluar dhe gjuajtja me vezë Esmeralda ndaj policisë. Pra qytetarët, përveç se po ishin gardin rrethues, po gjuajnë dhe me sende ndaj policisë. Situata u tensionuar, ndërkohë që shohim që policia insiston për të mbajtur kordonin e sigurisë, ndërsa qytetarët vazhdimisht të tërheqin atë. Pra gardi sigurisë u hoq Esmeralda, siç po shikoni edhe nga pamjet filmike. Mirë, Matilda, të lutem na e trego pak ku është kjo hapësira? Është hyrja kryesore e parlamentit, është hyrja e pedonales, ku është? Jemi në hyrjen kryesore të parlamentit për bri toptanit, le të themi. Ndërkohë qytetarët e Esmeralda po afrohen drejt godinës së parlamentit pasi hoqën dhe gardin metalik të vendosur nga policia e shtetit. Po, jemi duke i parë pamjet, çfarë po kërkohet me megafon, Matilda? Nuk e di nëse e dëgjon, sepse ne kemi të pamundur të dëgjojmë çfarë po ju kërkohet qytetarëve. Nuk e di nëse më dëgjon Matilda apo jo, po kishte një thirrje me megafon që nuk e kuptuam se çfarë po ju kërkoi qytetarëve. Esmeralda, tani kordoni metalik është vendosur nga efektivët e policisë, të cilët kanë krijuar një kordon për të mos lejuar protestuesit të shkojnë drejt godinës së parlamentit. Në megafon njëri prej organizatorëve bëri thirrje për të ruajtur qetësinë dhe situatat mos tensionohet, pasi qytetarët filluan të gjuajnë me vezë dhe me domate